Agenda nuk ka dalë nga mediat. Qofsi shqiptare. Agenda e takimit Melonit nuk ka dalë nga mediat, nuk ka pasur qëndrim zyrtar nga ana autoriteteve, për çfarë është diskutuar? Ilir, është diskutuar për mbrojtjen, për investimet strategjike në Shqipëri, do të thonë investime italiane strategjike në Shqipëri. Është diskutuar për kampet, pa diskutim. Por mediat janë marrë pikërisht me ulje në gjunjë, pra kemi një formë... Po si e interpretojnë mediat në Itali? Keda, jam shumë kurios, se këtu ne nuk na bën më përshtypje. E kam Kedën? Apo do të presim disa momente sa të rilidhemi edhe njerë me Keda Kacelin, me cilën po flisja jo vetëm për vizitën e kryeministrit Rama ditën e djeshme në Itali, por gjithashtu edhe për marrëdhënien të paktën në momentin që flasim të komplikuar midis Donald Trump edhe Giorgia Meloni, megjithse kohë më parë në dukje ishte krejt ndryshe, pra shumë misore edhe e përzemërt me foto dhe me video midis tyre që bënin xhiron e rrjetit. Këtu jemi me pamjet e vizitës ditës së djeshme të kryeministrit Rama në Itali me pritjen ceremoniale përpara se të niste bashkëbisedimi me kryeministren e Italisë Giorgia Meloni për të përfunduar, le të themi, marrëveshjet e dakordsuara më herët përsa i përket projekteve strategjike, ashtu që dokumenton në fakt edhe kryeministri Rama në rrjetin e tij social, ku shkruan se është duke u përgatitur për të konsultuar ato me kryeministren Meloni. Mirë, do të shkëputemi për disa minuta publicitet, por do të rikthehemi dhe do të flasim për lindjen e mesme. Çfarë po ndodh konkretisht atje?